Sëmundja e heshtur. Gjendet një sëmundje që vret qetësinë dhe pengon lumturinë, prandaj bëni kujdes ndaj saj. Ju nuk i shihni tiparet e saj dhe nuk e ndjeni asnjë simptom të saj. Nëse ajo arrin tek ju, do t'ju dëmtoj. Kjo sëmundje e rrezikshme është që mirësitë e Allahut ti mendojmë sikur të mos ishin mirësi dhe të mendojmë se ato janë një e drejtë e fituar. Sa herë që hyn në shtëpinë tënde dhe i gjep pjesëtarët e familjes në gjendje të mirë, ti nuk e falenderon Allahun për të gjitha këto. Kur blen çfarë dëshiron, nuk e falenderon dhënësin. Kur zgjohet çdo ditë dhe je shëndoshe mirë, pa u ankuar për asgjë, ti nuk e falenderon Allahun. Në këto raste je në rrezik. E nëse të pyesin për gjendjen tënde, mos thuaj asgjë e re, sepse ti je i rrethuar nga mirësi të panumërta që Allahu t'i ka për të rirë çdo ditë. Prandaj, është detyra jote ta falenderosh Allahun. Sa e sa të sigurt u friksuan, sa e sa njerëz të shëndetshëm u sëmurën, sa e sa punëtor mbetën pa punë, sa e sa të pasur u bën nevojtar, sa e sa njerëz me shikim u verbëruan dhe sa e sa njerëz të shëndetshëm u bën të paaft. Allahu i madhëruar ty t'i ripërtërit mirësitë, prandaj falenderoj atë për çdo mirësi që të jep. Falenderimi i takon Allahut, që me mirësitë e tij realizohen veprat e mira. Sipas sasisë të dhënies tënde, ty të kujtojnë të tjerët. Madhështia e njeriut nuk është në ato që zotëron, por në atë që dhuron. Dielli është një mas zjarri, por ai jep universit gjën më të bukur që ka dhe që është e domosdoshme, e ajo është drita. Disa njerëz janë si çelësa floriri. Ata hapin çdo zemër me fjalën e tyre të mirë, me këshillën e tyre të mrekullueshme dhe me moralin e tyre fisnik. Morali është shpirti që nuk vdes pas largimit. Sa bukur është që të ecësh mes njerëzve dhe të nuhasësh aromën e moralit tënd të bukur. Nuk është keq të lutesh. Bota mund të errësohet në sytë tuaj për shkak të vështirësive që hasni dhe mund të ndjeni dëshpërim dhe dhimbje në zemrën tuaj për shkak të sprovave të njëpasnjëshme e të gjata mbi ju. Prandaj kujtojeni thënien e të plotfuqishmit. Thuaj, Allahu ju shpëton nga ato dhe nga çdo e keqe tjetër. Gjithçka që duhet të bëni është lutja, pendimi, kërkimi i faljes dhe monologjet e zgjatura. Nuk ka dëshpërim me lutjen, nuk ka dëshpërim me shpresën, nuk ka trishtim me besimin te Zoti, nuk ka mjerim me lidhjen e fortë me të, nuk ka shqetësim me të menduarit mirë për Allahun, nuk ka hidhërim me besimin te Allahu dhe nuk ka dobësi me sinqeritetin dhe mbështetjen te Allahu. Thuaju, kush ju shpëton nga errësira e tokës dhe e detit?